6 muaj përpara mbajtjes së takimit të radhës Shqipëri-Maqedoni, policia italiane publikon një informacion sipas të cilit ballist Morina është ndaluar në një zonë malore, pare pranë Gjenovas, me një dron të sofistikuar. Mediat italiane raportojnë se Morina është ndaluar teksa po praktikoi me dronin e tij tepër të sofistikuar dhe të pajisur me kamera. Në momentin e arrestimit ai po kryente manovra të vështira. Bashkë me të ishin dhe disa miq të tij. Droni bashkë me telekomandën është sekuestruar nga policia italiane pasi në këtë zonë nuk lejohej përdorimi i këtyre pajisjeve fluturuese. Sipas Genova Today, dyshohet se Ismail Morina dhe miqtë e tij po e përdorin dronin e sofistikuar për të vëzhguar vilat që ishin në këtë zonë turistike pranë Gjenovas për t'i grabitur ato. Por ndërkohë një tjetër hipotezë, edhe pse jo shumë e besueshme, lidhet me përgatitjet e mundshme të ballistit për një skenar të njëjtë si ajo e Beogradit, ku ai ngriti dronin me flamurin e Shqipërisë etnike gjatë ndeshjes Serbi-Shqipëri. Ky skenar hipotetik vjen në një kohë kur tensionet etnike në Maqedoni janë të larta, sidomos pas refuzimit që partia më e madhe në vend, VMRO-DPMNE, po i bën në mënyrë të hapur zyrtarizimit të gjuhës shqipe.